Vazhdon vargu 3, urtësia e Solomonit, sepse mendimet e çoroditura I ndajnë njerëzit nga Elohim, nga Zoti. Mendimet. Dhe ko do të meditojmë tek ligji I Tij ditën e natë. Dhe kështu do jemi të frutshëm, kështu do jemi në këtë rast në prosperitetin frymëror dhe do vi gjaja mirë masandaj për të dhënë të tjerë për të avancuar mbretërinë, gjë që I jepet me anë të besnikërisë, masandaj që ka parë zemër neve kemi dhënë atë që takonatit, siç e prekëm masandaj, si tha Tobiti si tha, për ato 3 strukturat e mira në jetën e një personi për sa I përket dhënies. Prandaj lexoje prapë vëlla motër. Sa për ju që ka lexuar, që unë e postova? Sa për ju që ka marrë në studim dhe ka nënvizuar? Për librit të tia, prap një libër që hoqën farisejt. Që është shkrimi I shenjtë, që foli volum. Biles, Tobiti foli për 1000 vjeçarin, foli për qytetin e ri, Jeruzalem e ri me detaje dhe ai, me gurët e çmuar dhe ai foli. Zbresat 21 e konfirmon të njëjtën gjë. Ndërkohë Tobiti ishte shkruar 1000 vjet, 800 vjet më përpara ardhjes së Mesias. Nëse, vazhdon. Mendimet e çoroditura I ndajnë, thotë nga marrëdhënia me Zotin. Po të meditos tek ligji I Tij ditën e natë, thotë e mediton dhe praktikon. Ai është konteksti hebraik vëlla motër. Konteksti hebraik është kur ti mediton ose kur ti thotë dëgjo dhe praktiko thotë. Mendo dhe praktiko. Jo mendo dhe lera atje mas andaj, e hodha, okay. Po si ta bëj sabati, po kështu e situata. Iku u largua me njerë ligji për jetës tënde. Ndërkohë, si tha Tobiti tha. Si tha birit të vej tha. Ju e dini. Si tha. Tha mos u shqetëso tha se jemi të varfër tha. Tani tha u bën të varfër. Sepse erdhi situata në atë mënyrë dhe për ata nuk lanë ligjin. Nuk hodhën tutje. Ja një moment. Okay. Mos ki frikë birim tha sepse ne jemi po hedhim atë vargun. Të hedhim vargun. Një libër që u hoq nga farisejtë dhe vazhduan të mbanin protestantët të njëjta heqje dhe kategorizimi masandaj që kategorizuan Biblën sipas qefit të tyre. Ndërkohë, njerëz të palishëm si farisejtë, si protestantët e asaj kohe të 1600-s, ligjin as doni ta dinin në jetën e tyre, edhe ndodhin gjëra që ndodhin. Ja me lejo një moment sa të gjej ku ishim, okay. Ja, të bitin 4, se tha, mos ki frikë tha, birim tha. Sepse jemi bërë të varfër, tha tani. Dhe çfarë tha? Ti ke pasuri të madhe, tha, nëse I friksohesh Zotit Elohim, në këra Zotit, Zotit Yahweh, nëse I friksohesh, nëse zbaton ligjin e tia, tha, ndërkohë citovi ligjin Haprozi, nëse I friksohesh, tani, ata që I friksohen, Zotit Yahweh, engjëlli I tia ze vend rreth jetës së tyre. Tha, ti ke pasuri të madhe, tha, ati lartë, tha, e shënuar, thëm nga engjëjt. Jeta e përjetshme në të gjitha. Nëse zbaton ligjin e tia, beson tek Mesia Jashua, thot, dhe çfarë? Nëse përmbahesh, thot, nga çdo mëkat, nga çdo shkeri të ligjit, dhe bën atë që është e përqyeshme në sytë e tij. Tobiti ishte një, për ju që nuk e ndoshta se dini, ishte një nga prej gjenealogjisë së Neftalit, ishte një jude që banoi në kohën e Neneves, në kohën e Jonas. Dhe foli për situatën e tij, masandaj takimin me një nga engjëjt e pranisë që vëlla motë nuk e folëm dje.
Ajo ishte një nga engjëjt e pranisë, një nga 7 engjëjt të pranisë. Rafaeli. Që nuk u flet me detaje ata të 7 kush janë. Prandaj tha vetë e citovi masandaj kur ju shfaq të ubiti që mbasi e shërovi si atë dhe masandaj tha, se unë tha jam ajo që qëndroj në praninë tha e Zotit Jahve tha. Rafaeli tha vetë. Okay. Ok, se mendimet e çorditura ndaj njerëzit nga Elohim dhe kur fuqia e tij vjet në provë, ajo i bin të pamendët. Tani, kur fuqia e Zotit Jahve vjet në provë në jetën tonë, do na gjykojë krenarit tona me situatat ku ne jemi dhe masandaj do na bindi neve se ishim pamend në atë moment. Sepse kishin disa mendime që nuk ishin sipas ligjit apo mendjes së atit, zemrës së tij për gjëra që neve duhet të bëjmë dhe të sillemi. Aq më tepër të mendojmë, sepse Bibla thotë që si njeriu mendon, ashtu ai është. Tani, ti nëse mendon në një farë mënyre gjatë ditës, ai je tinë. Atë do hash vëlla motër. Por nëse ti mendon dhe mediton në strukturën e qiellit, në autoritetin që të ka dhënë, siç thoshte vllai motër. Nëse mendon tek ligji i ditës të natës të praktikosh çfarë qielli ka thënë të përsosur, të përjetshme, atëre mendimet tënde të çorditura largohen dhe ti je një person që po ecën me strukturën e qiellit dhe asnjë gjë nuk të rrezon në jetën tënde. Po të mbash ligjin e tij, asnjë gjë nuk të rrezon në jetën tënde. Përse ishin të fuqishëm etrit tanë të Biblës flasëm. Se ecim me ligjin e Zotit Jahve. Të tregojmë njërin prej tyre? Okej, le të shikojmë njërin prej tyre. Sepse e thotë Galatasve 3, masandaj 29, që neve jemi bitë, në të rast sepse siç Avrahami besovi, po dhe neve masandaj jemi bitë Abrahamit sepse besuam si ai. Ndërkohë Avrahami besovi dhe tek Mesia para se ai të lindesh se Mesia. Ai e pa ditën e tij në radh parë. E pa dhe u gëzua dhe ta thotë profeti vetë Moshe, masandaj, që e pa realisht dhe u gëzua dhe thotë në libri i tij të jubilejve. Okej, le ta shikojmë prapë. Si mendonte Avrahami? Mos mendonte Avrahami, masandaj çfarë do ha, çfarë do pi, çfarë do vesh? Mendonte në atë mënyrë ai? Ndërkohë këngët ju dëgjuat këngën e mrekullueshme. Vlla Shpendi Zenki të inkurajoj në shtronë kanalin e tia, Shpendi Zenki, e gjen, dhe ka këngë të mrekullueshme në Shqip, përveç se ka audiencë më të madhe në anglisht, në gjuhë të tjera, por tani identiteti i Abrahamit si ishte, po e marrim që në fillim, tani ka një uri buke, ati flet me të birin e tij Isaku, thotë qëndro këtu, thotë unë do jem me ty, do të bekoj, thotë. Do jem me ty dhe do të bekoj. Tani, a duhet të ti dhe unë të dëgjojmë këto fjalët? Por një person që vazhdon të shkeli ligjin, mos ndoshta ati është me te, ai person është i bekuar? Jo. Tashi e dim që ai është i bekuar që zbaton ligjin dhe ecën pa njolla në atë mënyrë. Psalmi 119 që prekëm që në fillim. Tani Avrahami qëndronte me atin sepse çfarë bënte ai? Okej, ja ta marri poshtë, që në vargu drejt, të llojit në ekran. Tha do të bekoj ty, thoshte Isaku, sepse babai tënd ju bind vullnetit tim, dhe si eci. Duke respektuar urdhërimet, urdhra, statutet që janë festat dhe ligjet e mia, tha. Thot ati Jahve. Shikoj si paraqitet vullneti i atit që në Marku 7 që Mesia thotë, si është vullneti i atit. Ai ju bind vullnetit tim dhe si e bëri? Ja ku ke vullnetin e atit. Që Avrahami ju bind. Ndërkohë Mesia thotë që nuk mund të hysh në mbretërinë e qejve nëse nuk zbaton vullnetin e atit Jahve, thotë atit tim. Nëse nuk respekton urdhrimet, ligjet, statutet e tia, festat e tia. Se në atë mënyrë nuk ko mëkaton.
Duke mbajtur ato nuk mëkaton. E hyn në mbretërinë. Ne këtë koncept të përgjithshëm e dimë. Prandaj sot ke shumë buçitje dhe dalje si në terren dhe në online, të dalim me citime boshe të përgjithshme pa dhënë kuptueshmëri fjalëve që thonë, detajet, dhe unë po bëj vullnetin e tia, ndërkohë ka një strukturë që është vullneti i tia. Pastaj kalojmë në çdo lloj manipulimi dhe shtrembrimi tjetër për të thënë, vullneti i atit ishte kështu në 10 e vjetër, por tani ndryshovi ati, ndryshovi për kufizimi biblik i mëkatit, ndryshovi morali në 10 e re, sepse ky Krishti misterios erdhi dhe hoqi masandaj me njëherë dhe tani neve jemi të drejtë, po mjafton besove, okay, hajde lau këtu dhe jemi në rregull. Palishmëria mbulon vendin tonë. Palishmëria mbulon familjen tënde, vëlla motë shqiptar, sepse po shkel ligjin e tij apo blasfemon emrin e tij në jetën tënde. Gjë që nuk do të ndodhi. Romakëve 2:23-24. Gjende ti friksohesh. Gjende ti do masandaj të flitet gjithmonë gjërat e mira, gjërat gudulisje, profetizime të tilla, ndërkohë nuk duan t'ia dinë për ligjin e tij. Duam gjërat e këndshme, duam gjërat bekimet në jetën tonë, i duam të tëra neve. Por neve masandaj a marrim përgjegjësinë për të bërë diçka me të. Ne nuk duam t'ia dinë të fare një për ligjin e atit. Dhe nuk është të mbaj një masandaj dhe shkel kaq. Apo shkel një dhe po mundohen të majtë të tjerat. O e mban që në fillim fillon të ambash, ose jo. O je me te, o nuk je me te. Zgjidh me këdo jesh. Prandaj tha që në fillim që po thoshte që do të largohemi nga dualiteti. O je, o i beson, ose nuk i beson. O zbaton ligjin e tia, o nuk zbaton. Kaq. Nuk ka në Bibël, po ja, ndejti kaq vite duke shkelu ligjin dhe ai po mbante gjërat e tjera. Nuk ka gjëra të tilla në Bibël. Ne kemi krijuar neve nga mësimet dhe nga çdo lloj gjëje që na është thënë dhe kemi marrë në radhë të parë nga bota, që ishim në një strukturë që ka infektuar mendjet tona vazhdimisht. Por ti duke ndaluar së shkelu ligjin, fillon sabati, ngrënia e pastër, festat biblike, ti mbash këto gjërat kryesore, si thotë veprat 15, largohesh nga idhujtaria, festat pagane, largohesh nga idhujtaria tënde në radhë të parë. Se mos e bëj veten tënde idhull që unë do qëndroj dhe unë e di si të veproj dhe ndërkohë qelli po vajton për ty në. Vazhdojnë të ndërmjetësojnë Mesia Jashua në të djathtën e atit për shkeljet e ligjit tona, që neve dhe me dashje i bëjmë. Por e di që ato nuk ka falje sepse i bëjmë me dashje. Ta thot vllai hapërsi, nuk ka falje për ato shkeljet e ligjit me dashje. Sepse neve vazhdojmë t'i bëjmë ndërkohë që do të ndalojmë që të marrim faljen e mëkateve. Prandaj thotë që nuk ngelet asnjë lloj sakrifice që ta thotë Hebrejtë 10:26 deri në 31. Për ata që thotë shkelin ligjin me dashje. Po ngelet thotë një gjykim thotë që do përpij kundërshtarët. Ndërkohë atë thotë, a nuk e çfarë tha? Çfarë tha Tobiti pak më përpara? Ne friksohemi të bëhemi të varfër. Ndërkohë atë thotë nuk të lej për të bërë, ndërkohë personi kishte një pasuri të madhe, po dhe se mund të jesh për një moment në atë situatë. Por nuk do ngelesh pa ngrënë papirë. Ta tha Mesia hapërzi. Do hash, do kesh, do ketë familja tënde, por zbato ligjin, sepse ka një pasuri që masandaj është e fshehur për jetën tënde. Nëse bën atë që është e pëlqyeshme përpara ti, dhe të shkelish sabatet, festat, të shkelish ngrënien e pastër, janë gjëra të papëlqyeshme, janë blasfemi. Prandaj aspekti në këtë rast që përket asaj shkeljes me dashje të sabatit apo të ligjeve në këtë rast që sot bëjnë, nëse nuk ka pendim nga ata persona, mos ndoshta do ringjallen ata? Po ja ndodhi diçka që atë mos e thost. Ja ndroi jetë një person. Akoma nuk ka ndaluar së shkelur i ligjin atit.
Ndërkohë koha ishte dhenë, ndërkohë që ka ardhur evidenca, ndërkohë që mësimet janë berë, dalim online, dalim këtu, vëlla motër, i themi gjërat dhe vazhdojmë të sensibilizojmë zemrat tona për të penduar nga shkelit e ligjit. Ndërkohë neve i bëjmë të tëra të rënda. Përse? Ndërkohë ato nuk janë të rënda. Mos nosha ishin të rënda për Abrahamin? Vullneti i atit është i rëndë në jetën tënde. Sepse kështu kanë thënë ligji është brengë, është i rëndë. Çu thonë sot e kësaj dite, të ditës së diellit. Ndërkohë vullneti i atit që është praktika e ligjit të tij, mos ndoshta vullneti i atit është i rëndë, është brengë në jetën tënde. Normal që është brengë në jetën e dikujt, sepse ai person as nuk do t'ja di për vullnetin e atit dhe normal që bëhet brengë sepse është brengosur me gjëra të tjera që ai ka lejuar duke praktikuar kundra ligjit. Ti nuk du ta kesh. Ti du të ndalosh që sot du të kesh bërë përgatitjen tënde dhe ka një përgatitje. Nuk ngelen vetëm një punë, vëlla motër, që neve ka në këtë botë. Dhe nuk të lejove në sabatin, s'ka punë të tjera? S'ka punë të tjera me, unë mbaruan punën. Okej, unë mbaruan punën. Po në atë ditë kur të mbaroj koha, çfarë do ndodhi? Kur të mbaroj koha mas andaj, çfarë do themi në atë ditë? Po ja se vajta atje ai nuk më linte, vetëm ai ishte e punë. S'kishte vend tjetër. Por vllai do t'i thotë gjëra që neve të zgjohemi nga përballja, përgjegjësia jone që ndodhet përpara, që ati punon me shkrimin e tij. Ndërkohë, një person, Isaku, që ishte biri i Abrahamit, i tha, unë do të jem me ty. Dhe do të bekoj. Ndërkohë fëmijët tanë mund të gëzojnë për ecjes tonë, që të kenë mëshirë ati për ta. Por ti dhe unë do t'i bindemi vullnetit të tia. Dhe ta shikon ekran kush është vullneti i tia. Ndërkohë, Isaku nuk vazhdoi masandaj të ishte jashtë vullnetit të atit, sepse i ati Abrahami masandaj mbajti urdhrimet ligjit të atit, dhe masandaj Isaku po shko, mbajti babai tim, në rregull jam unë. Dhe vazhdoi të shkrelte ligjin, të blasfemonte emrin e atit, jo. Vazhdoi të mante të njëjtën strukturë. Si ai, si Jakovi masandaj që u prodhuan 12 fiset e Izraelit. Sepse Isaku ishte gjyshi i 12 fiseve të Izraelit. Stërgjyshi i 12 fiseve të Izraelit është Abrahami. Stërgjyshi. Dhe i përgatitje për ato që vllai tha. Pak më përpara që citova. Sepse urtësia nuk do të hyjë në një shpirt mashtrues. Okej. Tregon gjendjen e zemrës tonë. Me njerë të jep shkrimi gjendjen e zemrës tonë. Vëlla motër. Është mirë ta marrim me përulësi, dhe kur e merr me përulësi, pastaj ndodhin gjëra të mira. Sepse Mesia Veda tha, ju tha që jeni të këqij na bëjnë neve normal. Sepse thot, ju që vazhdoni të shkeni ligjin, thot, ndërkohë thot, ati që është i mirë, thot, që është i përsosur, do të japi ato gjëra që ju kërkoni kur të zbatoni urdhrimet e tija. Para gjonit, thot Afrozi 3. Urtësia nuk do të hyjë në një shpirt mashtrues. As nuk do të banojë në një trup të slavëruar nga mëkati. Ashtu. I përmlodhi lavdimrit të tija, urtësia, fryma e shenjtë, i përmlodhi në një varg të vetëm, në vargu 4. Si një person mund të marrë urtësinë kur fillon të zbatoj ligjin, është frika e Jahve, në këtë rast Jahve, është urtësia, është fillimi i urtësisë. Dhe fillon të zbatoj ligjin, dhe largohet, ai shpirt largohet nga gënjeshtra. Po urtësia thot nuk banon në një trup të slavëruar nga mëkati. Gjë që atë mëkatin ti do ta heqësh tutje shkelit e ligjit, shkelin e sabatit, shkelin e vendeve
ku shkojnë sot njerëzit, miqësitë që mos andaj miqsojnë. Mua më ndodhi një rast dhe unë u pendova dhe nuk e bëj me. Bardhije më ndodhi. Çfarë ndodhi? Që i kisha thënë vajzës time që unë nuk dua shoqkat që nuk janë në Mesian Jashuan të vinë në shtëpinë tonë. Ti mund të vesh të lozësh me to në parku, pas në shtëpitë e tyre nuk do hysh. Në parku, okay, do shkosh të lozësh për momentin se janë në klasën tënde, je 9 vjeç, okay. Por i di çfarë në qoftë se okay, do shkosh të lozësh, por e di çfarë është urdhrimet ligjin. Ndërkohë vjen masandaj, vjen gruaja me te nga shkolla, unë isha në shtëpi, kishim takimin dje, kur më thot gruaja që ajo i kishte thënë tjetrës me njerë, dhe me njerë kishin ardhur në shtëpia tonë. Ishin rrugës, më thënë nga një qytet në një qytet tjetër, janë 20 minuta, janë këtu tha. Okej, thash, unë s'kisha kontroll, ajo ishte aty, të t'i dhesha. E lojtën me shoqkën tjerë, mas andaj vjen i ati ta merte. Erdi i ati ta merte, gjaj që është në botë, e nuk u ndjeva mire, sepse disa dinamika mbas saj ndodhen në familjen time. Dhe nuk e lejoj me, dhe normal që tash jam akoma në punë, po për veten shtëpi do flas me vajzën time që të mos e bëj me, se ajo e di që nuk do ta bëjë, po normal është fëmijë triqet nga emocionet edhe shoqkave. Sa gjëra u ekspozuan dje. Ne u pendova unë për një diçka që vajza time beri dhe solli frymrat brenda dhe mas andaj ndodhi e madhja sepse ati mas andaj ekspozovi disa gjëra, nxori disa gjëra, jo në mua në vetëm, por në përgjithësi. Edhe u shfaqën disa gjëra sepse u lejuan ato gjëra të afrohen afër familjes time. E ky ishte mëkati im në atë moment. Por unë nuk pata kontroll sepse vajza ishte në shkollë në qytet tjetër, unë isha në shtëpi, e mori gruaja, ajo kishte bërë programet më andaj vajza me shoqkën, ndërkohë i kishte thënë që unë do ta marr, por do vi me mua, ndërkohë gruaja mendonte se do ndodhte një ditë tjetër që do flisnin, kurse kur ajo paraqiten aty kishte vendosur tashme, normal, okay, pastaj nuk do të hynte në makinë rreth parë, por vazhdojmë të lutemi. Sepse një frymë e veçuar dhe disiplinuar do të largohet nga mashtrimi. Fryma e veçuar veçohesh nga bota, nga miqësia, Jakobi 4:4. Kur vazhdon ti kesh miqësi mas andaj me gjëra të tilla, vjen dhe gjykimi brenda në shtëpi. Vjen shikullizimi që të dimë që të mos bëjmë gjëra të tilla. Ndërkohë që fryma e veçuar dhe e disiplinuar largohet nga mashtrimi. Tashi, disiplinimi thotë për të qenë alert. Një person është i disiplinuar nuk lejon disa gjëra të hyjnë në jetën e tij. Jo se nuk kemi të disiplinuar, vëlla motër. Një rast në 1000. Ju më njeni, por po flas që si ndodhi një rast që erdhi i Satani në mënyrë indirekte, sepse e di vajza time disiplinën dhe ligjin tim dhe veçimin tim. Si ajo dhe normal familja time. Por neve duhet të veçohemi nga shkelit e ligjit dhe disiplinohesh, kështu mashtrimi largohet. Dhe do të ngrihet dhe do të largohet nga mendimet e para menduara, në këtë rast fryma e veçuar, disiplinuar, largohet nga mendimet e para menduara dhe do të turpurohet nga afrimi i padrejtësisë. E ka fjalën që kjo frymë e veçuar do të turpurohet nga afrimi i padrejtësisë.
Kur të afrohet padrejtësia, fillon pendohet, thot, turpurohet, thot, dhe me njerë merr atë pendimin që po i vjen diçka dhe nuk e lejon. Kur afrohet kjo padrejtësia, me njerë heq tutje sepse ka frymën e veçuar dhe turpurohet. A nuk kur turpurua Tobiti dje për thenjen që gruaja i tha? Jo për thenjen, më falë, që kishte sjell mas andaj vit atë kecin që ishte i vjedhur ai kec, që kishte dhënë puna. Dhe ai u turpurua me gruan. E pyeti, grua, ky është e vjedhur, ktheje mbrapa, si tha. Ne zbatojmë ligjin, e tha. Kemi frikë Zotin Jahve. Ajo tha, jo, tha. Ja, ku e ke ti, tha, si e talli, ku e ke drejtsinë, tha, dhe tëra ato gjëra të mira që ti ke bërë për Zotin Jahve, tha. Ku janë, tha, shikoni jemi të varfër. Ndërkohë harrovi. Ndërkohë Tobiti tha, u turpurua mas andaj për shkak të sjelljes së saj. Është mirë të turpurohemi neve në kuptimin që merr atë ndërgjegjësimin. Gjati na bën që neve të turpurohemi ndonjëherë, sepse është afruar padrejtësia, shkelja e ligjit. Për të vazhduar që ti dhe unë të jemi një frym të veçuar dhe të disiplinuar që vazhdon të qëndroj larg mashtrimit. Sepse urtësia është një frymë e mirë. Thot është një zemër e mirë, është një influencë e mirë. Dhe nuk do ta çlirojë një blasfemues nga faji i fjalëve të tij. Ndoshta është përkthimi që kam bërë. Do ta çlirojë. Një blasfemues nga faji i fjalëve të tij. Tani ai po blasfemon, po shkel ligjin, por urtësia e çliron, sepse e çliron, kështu do të jetë. Do ta çlirojë një blasfemues nga faji i fjalëve të tij. Fare përkthimi që kam bërë, por sepse Zoti është dëshmitar i ndjenjave të tij më të thella. Mund të ishte nuk çliron sepse ai nuk po merr pendimin, mund të ishte nga ajo punë. Jo, urtësia, që është një frymë e mirë, nuk e çliron një blasfemues. Pra sepse ai akoma nuk po merr pendimin. Në atë mënyrë, po e lejmë proprio. Sepse Elohim është dëshmitar i ndjenjave të tij më të thella, një vëzhgues i vërtet i zemrës së tij, një dëgjues i gjuhës së tij. Sepse fryma joe ka mbushur botën dhe ai mban të gjitha gjërat së bashku dhe e di të çfarë thuhet. Atë Jahve, fryma e tij e di. Prandaj askush që thotë gjëra të padrejta nuk do të shpëtojë nga vëmendja e atë Jahve, nga drejtësia e tij, kur ndëshkon. Dhe nuk do të kalojë pa e parë. Sepse do të bien heqime mbi këshillat e njeriu të pabesë dhe një raport i fjalëve të tija do të arrijë tek Jahve, thot. Arrin atje lart në qell, thot. Hetimet i bën ai dhe këshillat e njeriu të pabesë, këshillat, çfarë më një? Kur merr këshillën nga të pabesët dhe nuk mediton tek ligji i tij ditë e natë. Normal që fjalët dhe raporti i atij personi arrin deri tek Zoti Jahve. Për të bindur atë për veprat e tija të paligjshme. Sepse një vesh xhelos i dënon të gjitha gjërat. Dhe zhurma e murmuritjeve nuk mbetet pa u dëgjuar. Do dalin, thot, do ekspozohen, thot. Prandaj ki kujdes, thot, nga murmuritjet e kota. Si pa murmuritjet pak më përpara nga personi me murmuritjet e luterit. Dhe ruajini gjuhën tuaj nga shpifjet e ntrit. Jo për në Tiranë, është një person lartë, do të thënë e shfaqen, por ruaj gjuhën
tuat nga shpifje sepse asnjë fjalë e fshehtë nuk ka pa rezultate dhe një gojë gënjeshtare shkatërron shpirtin. Mos e ftoni vdekjen me gabimet e jetës suaj. Opa, me njerë vjen urtësia. Mos e ftoni vdekjen me gabimin e jetës suaj, thot. Me gabimin, tani zgjedhje që bëjmë, ose do zbatosh ligjin e Atit apo jo. Zgjidh jetën apo vdekjen, bekimet apo mallkimet. Dhe mos sillni shkatërim me veprat e duarve tuaja. Veprat e duarve tona është zbatimi, se me duar neve bëjmë, zbatojmë, bëjmë diçka, është nga ana figurative. Ndërkohë, ata që përçmojnë ligjin, thot, do të shkatërohen, thot, Ferturta 13:13. Sepse Elohim nuk e krijoi vdekjen dhe nuk kënaqet me vdekjen e të gjallëve, thot. Sepse ai krijoi të gjitha gjërat që ato mund të ekzistojnë dhe forca gjeneruese e botës janë të shëndetshme dhe nuk ka helm shkatërues në to. Ati ka krijuar, thot. Dhe sundimi i Hadesit nuk është në tokë, thot. Hadesi, pa kuptuar, është kompartamenti në këtë rast i terë poshtë, që ndodh. Tu po flet për Adamin, masandaj që po të kishte mbajtur urdhrimet, nuk do kishte hyrë vdekja, sepse ai krijoi të gjitha gjërat që mund të ekzistonin për jetën në radh parë. Dhe sundimi i Hadesit nuk është në tokë, thot. Është atje poshtë. Që bëhet masandaj kompartamenti të drejtëve, tartari dhe ferri është Hadesi terë. Liçeni i zjarrit është tjetër, nuk është Hadesi. Sepse drejtësia është e pavdekshme. Por njerëzit e pabesëm me fjalët dhe veprat e tyre çfarë thirrën në vdekjen. Shiko tani, zbatimi i ligjit thot të jep pavdekshmërinë. Kurse shkelit e ligjit që janë pabesia, padrejtësia, thret vdekjen, normal. Mëkati thret vdekjen, shkelit e ligjit thret vdekjen. Por njerëzit e pabesëm me fjalët dhe veprat e tyre thirrën vdekjen, duke konsideruar atë mik. Vdekjen thot me shkelit e tyre, ata u ligështuan dhe bënë një beslidhje me të, sepse janë të denjë të përkasin grupit të saj. Normal. Kapitulli 2. Pa prekim me kapitulli 2. Sepse ata arsuetonin në mënyrë të parsyeshme, duke thënë me vete, e shkurtër dhe trishtueshme është jeta jonë. A nuk thuhet ndonjëherë kështu ja? Ndonjëherë. Ja, kjo është jeta. Apo ja, gjërat. Më thënë, neve fillojmë citojmë gjëra pa lidhje. Dhe, masandaj, njeriu, ai që citon, që thua, ai jetinë. Ndërkohë nuk do të jetë, sepse a ke Zotin Jahve? Zbaton ligjin e tij? Dhe flet ndryshe në atë mënyrë. Tani, në qoftë se këto gjëra nuk ndodhin, në qoftë se nuk ke Zotin Jahve dhe nuk zbaton ligjin e tij, atëherë do të rregullosh këto gjëra që jeta tënde të mos jetë e trishtueshme. Sepse të gjitha këto gjëra do t'i bëj Mesia Jashua, do të futi në beslidhje. Ai i vërteti që tha, pendohuni nga shkelit e ligjit. Ndërkohë nuk ka ndodhur në Shqipëri pendimi i ligjit. Dhe mendojnë se kanë Krishtin e Biblës. Ndërkohë, Krishti i Biblës ka thënë, pendohuni nga shkelit e ligjit. Ja, një moment, më falni, vëllai. E shkurtër dhe trishtueshme është jeta jonë, thon ta, dhe nuk ka ilaç kur njeriu i vjen fundi, dhe askush nuk është njojtur të kthehet nga Hadesi. Familjari tim citovi të njëjtën gjë. Ti tha beson në ringjallje, tha?
Pas kush nuk është ringjallur, tha. Ndërkohë ai person thotë unë besoj në Zotin. Unë cili Zot? Ema, nuk e di se nëse dëgjon ajo po. Nena ime, tha, ti tha beson, tha, po ka ringjallur ndonjëherë? Ja ku i ke. Ndërkohë, personat arsuetojnë në mënyrë të parësyeshme. Si thonë sot, po ja, vetëm kjo është jeta. Ja, jo, jeta është e vështirë, jeta është kështu, jeta fillon vetëm me mbushin me gjërat e tyre. Ndërkohë, thot, jeta dhe vdekja janë në gjuhën e njeriut, në gojën e tija. Nuk ka thënë sepse po theve një gjë të po foli një person një gjë të mirë dhe ai do marrë jetën. I ka fjalën që në zemrën e tija do të ketë ligjin dhe po ta praktikojë do flasi me gojën e tija për ligjin që jep jetë. Sepse shkeljet e ligjit çojnë në masandaj në mëkat dhe është vdekja. Sepse nga brendësia e zemrës njeriu flet. Po ta kesh ligjin në zemrën tënde si shtamë, do flasësh për të, do flasësh jetën. Nga ku ke. Po ta kesh ligjin e tija në zemër që këtu është akoma s'ka ardhur gjykimi. Atëre siç apostulli Shaul e kishte, në këtë rast nuk e di nga lan, po e kishte ligjin e tija në zemrën e tija, siç e kishte profeti Ezra, e kishte në zemër dhe studionte dhe praktikonte për ta mësuar. Tani, dhe apostulli që pam pak më përpara Shaul e kishte dhe zbatonte, i bindur ndaj ligjit, siç mira judenj, dhe ata flisnin. Kjo është për të qenë jetë dhe vdekje, thot ndodhe në gjuhën tënde. Kurse sot karizmatika masandaj ka marrë të çdo lloj manipulimi që bëjnë me citime, me gjëra masandaj që s'kan lidhje fare. Ndërkohë apostulli ku thamë që e kishte e gjete kënaqësi në zemrën e tij, në ligjin e Zotit Jahwe. Normal që ai foli për ligjin si gjithë të tjerët. Ky është konteksti kur shikon e fjalët e urta është ligji i Atit. Do thotë instruksione, ligj, Tora nga hebraisht do thotë instruksione. Fjalët e urta janë instruksionet, udhëzimet, urdhërimet që neve i mbajmë për na mbrojtur në këtë rast në shtigjet e drejtësisë dhe për të ruajtur neve në atë ditë. Që Atit na japi një ndihmesë që ai rezervon për ata që ecin drejt me të. Që zbatoj ligjin, japim kuptueshmëri fjalëve. Nuk ngelen fjalë pasandaj. Sepse ne thot çdo tash që thon njerëzit, si ai ke këto të thëna, Sholomoni po thot të njëjtat gjëra që ndodhin sot tek kësaj dite sepse ndodhin dhe atëre. Njerëzit thonë, apo ja, jeta është e trishtueshme, ja nuk ka asnjë ilaç, thotë, çe mos ndonjëherë është ringjallur, thotë. Sepse ne lindëm rastësisht, ja, ndodhi kjo bum, Big Bangu dhe lindëm, asandaj u bën, shikon lule, asandaj pemë, asandaj kafshë, tellin tokën, hënat, hyjet, diellin. Njeriu në shëmbëltyrën e Atit Jahwe, po lindën këto rastësisht. Kështu thonë njerëzit. Por ky është një arsyetimi i pamend. Në të ardhme do të jemi sikur të mos kishim ekzistuar kurrë. I dëgjon këtë gjëra? Plot i dëgjon. Sepse fryma në vrimat tona të hundës si tym dhe arsyeja është një shkëndijë ndezur nga rrajet e zemrave tona dhe kur të shtyhet trupi do të shndërrohet në hi dhe fryma do të tretet si ajri bosh. Emri ynë do të thonë, harrohet me kalimin e kohës dhe askush nuk do t'i kujtojë veprat tona. Jeta jone do të kalojë si një gjurmë, thotë një reje dhe do të shpërndahen si mjeglla që ndiqet nga rrezet e diellit dhe mposhtet nga nxehtësia e tij. Sepse koha jonë, thonë, caktuar është kalimi një hije, siç tha Koperniku, masandaj gjëra të tilla. Koha jonë është caktuar dhe është kalimi një hije dhe nuk ka kthim nga vdekja jonë sepse është e vulosur dhe askush nuk kthehet mbrapa.
Le të shikojmë nga një gjëra që i shijoj jetën për mos e vramendje thonë. Ja, le të shijojmë gjërat e mira që ekzistojnë dhe të shfrytëzojmë këtë kohë që na ka ngelur si plotësisht krimi, si në rini. Thonë, le të ngopesh me verë, me parfume të kushtueshme dhe të mos lejojmë që asnjë lule pranvere të kalojë përpara nesh, do të shijojmë të tëra. Si ke njerëzit sot, prandaj nuk janë këtu që dhe shumë prej tyre, por sepse kanë gjërat e tjera, kanë vendosur prioritet. Tëra ato që folëm, ato janë mendimet. Le të kuriozohemi me sythat në afili, thonë, le të zbukurohemi, thotë, para se ato të vyshkën, le të ta shfryzojmë. Askush për nesh të mos mungojë në festën tonë. Festat, ditëlindje, gjërat, do t'i bëjmë të tëra, mos mungosh. Kudo le të lejmë shenja gëzimi, sepse kjo është shtëpia jone dhe ky është fati ynë, kaq. Ky është fati ynë. Të varfrit, as më intereson, ndërkohë shtypja të varfrit. E drejtë. Kjo është ana figurative që po thotë. Le të mos i kursejmë të vënë dhe le të mos i kushtojmë vëmendje flokëve të thinjve të moshuarve, që na japin këshilla sipas ligjit. Jo, ndërkohë ligji thotë kur hyn plaku thotë me flokë të thinjur, do të ngrihesh në këmbë. E thot ligji, Levitiku 19. Ata që kanë ligjin. Po le të jetë fuqia jonë në ligji ynë, i së drejtës. Kemi të drejtën sy tanë, thonë. Sepse ajo është e dobët dhe rezulton, thot, në një jetë të padobishme. Le të rrimë në pritë për të drejtin. Ai zbaton ligjin? Ka plot njerëz që vetëm grumbullojnë gjëra. Sepse ai është i papërshtatshëm për ne. Sa kanë thënë në Shqipëri për vëllain tuja? Ai është i papërshtatshëm. Ne bëjmë plane që nga Tirana dhe ato perceptohen në frymë. Dërgohen masandaj dhe deri në Rogozhinë për tërheqje. Riqe tini që masandaj amos mund ta nështrojnë pak. Se është i papërshtatshëm, ai po flet gjëra të zbatojmë ligjin? Jo. Ne kemi ligjin e Romës. Kemi nënën Romë atje që na drejton. Dhe ai po na kundërshton veprimet tona. Ai sjelljen tonë po e kundërshton. Ai na qorton për mëkatet kundra ligjit. Dhe na akuzon për mëkate kundra edukimit tonë. Ai Olgeri, ai na kundërshtoi neve, sjelljen tonë, ne kemi vite këtu. Ai të na thotë, të pendohemi nga shkelit e ligjit, mëkatet që kemi bërë kundra ligjit, dhe na akuzon për shkelit e ligjit në sjelljen tonë, në edukimin tonë. Ai është i papërshtatshëm. Shikoj dha motër, çfarë thotë Bibla e vërtetë. Këta njerëz nuk e kanë as të libër të Sholomonit. Vargu 12. Ai pretendon se ka njohuri për Elohim dhe quan vetëm fëmijë të Jahve, thot. Ky që po na qorton, thot, kundra ligjit. Vetëm ai e njeh, thot. Dhe ai thotë që janë disa fëmijë të Jahve. Ne jemi bijtë e Abrahamit, ne jemi bijtë e Romës. Nuk e dite? Ne jemi bijtë e shekujt 15. Nuk e di ai protestantizmin, reformimet, që nga Kosova si lindën bektashanët, ungjillorët, katolikët, muslimanët. Nuk i di ajo ato? Nuk i di ajo, ai shëri, shikoj moshën e tij. Ko Gjoni Tete flet hapur azi. Kush janë bijtë e Jahve? Kush janë bijtë e tij që zbatojnë ligjin, kanë besuar tek Mesia Jashua? Lavdimi të lavdimi.
Ai u bë për ne një qortim e mendimeve tona. Normal që vetëm pamja ku më shikojnë është një barë për ta. Vetëm fytyra ime kur dal unë është barë për ta, cënohet pozicioni. Sepse mënyra e ti, normal që mënyra tonë, time e jetesës është ndryshe nga ajo të tjerëve. Sepse mënyra e ti, thonë këta, në këtë rast të palishmit që nuk kanë ligjin, mënyra e ti e jetesës është ndryshe nga ajo e të tjerëve. Nuk i marr rrugët tona, dhe rrugët e ti, shikon qatë gjëra të çuditshme, çan ato fake që vej ato varje të shumë. Këra ato gjëra që mban ai. Çan ato festa që ai praktikon. Ndryshe nga ne. Ne konsiderohemi prej tij si diçka e ulët, si diçka ulët dhe ai shmang rrugët tona si të papastra. Normal që janë të papastra që ti duhet pendohesh. Jo në Tiranë, në Shkodër, në Sarandë, në Korçë, në Pogradec, kudo në Shqipëri, sepse janë shkelit e ligjit që kombitonë ka vazhduar në basikeve të apostujve, Romakëve 15-19, që nuk kemi apostujt në këtë rast e vërtetë, barim mësues, ungjilltarë që të thonë, mëkati është shkelja e ligjit, pendohu nga shkelit e ligjit, beso tek Mesia Jashua, dhe tash i zbato ligjin do ta mësojmë neve, kështu nuk mëkaton, dhe ke rritjen frymërore, ke pastrimin. Normal, nuk thuajnë, prandaj sot Shqipëria është e papastër. Ne bëjmë vajtimin e zemrat tona që neve të pastrohemi nga shkelit e ligjit, duke u penduar. Ai e quan të lumtur fundin e të drejtëve. Do thotë, ai konsideron fundin e të drejtëve të lumtur, të bekuar, do ringjallen. Ai thotë Romakëve 2:13, jo ato gjëra, hiqe tutje të librin e Romakëve, as do ta shikoj fare. Me gjithë librin e Hebrejve, me të Jakobit, hiqe tutje. Ne jemi dishepujt e Luterit. Reformimin ai nuk e di fare. Sola palishmëria. Thonë sola skriptura. Vetëm shkrimi. Ndërkohë shkrimi është ligjit e profetët. Është sola palishmëria. Sola palishmëria mbulon kombet. Ndërkohë ka një mbetje për lavdita atit Jahwe. Pra të mburemi. Sepse ai që thot më nje dhe nuk zbaton urdhrimet e mia, është gënjeshtar dhe vërteta nuk ndodhen në të. Le të mburet ai që thot më nje, ai të mburet, thot që unë ekzekutoj drejtsinë dhe të vërtetën. Ai mburet se Elohim është ati tia, është dhe timi. Por i kujt janë ata bijtë e Elohim që zbatojnë urdhrimet e tija? Çfarë tha Mesia Jashua? Ishte i vërtetë. Në Luka 8:21. Janë bijtë e Elohim dhe ata që dëgjojnë fjalën dhe zbatojnë. Fjala e tij në Luka 8, cila është? Nuk është ringjallur akoma. Çfarë kishte të fjalën në Mateu 4:4 që citovi ligjin e përtërit e 3, që duhet të jetojmë dhe ta zbatojmë? Po nuk kanë të bëjnë fotot në Tiranë, fotogjenike, apo fotot në Florida. Bëjnë fotot me Biblën në dorë, ndërkohë vazhdojmë të shkelim atë Bibël, me shkelet e sabatit, të festave, me mbajtjet pagane, me zjarret pagane, kini? Dhe dalim. Fjala është dhambë. Fjala kush është fjala në Psalm 119? Është ligji për sosur i atit Jahwe, që ju e keni hedhur tutje.
Këto gjëra do adresohen në Shqipëri, sa akoma nuk kemi filluar mirë. Nuk kemi filluar akoma. Kur kemi prezent çdo ditë në rrugët e Shqipërisë. Lavdimit të tia. E thonë, le të shohim nëse fjalët e tij janë të vërteta. Le të provojmë se çfarë do të ndodhë në fundin e jetës së tij. Sepse nëse i drejti është biri i Elohim, ai do ta ndihmojë atë, do ta çlirojë nga dora e kundërshtarëve të tij. Kjo është tani e vërtetë. Sepse nëse i drejti është biri i Elohim, kush është i drejtë? Ata që zbatojnë ligjin, dhe ata janë bijtë, ja ku ta thotë. I drejti është biri i Zotit Jahwe. I drejtë, dhe ti ta kuptosh, kush është i drejtë? A vajti, ma për dy. Janë të drejtë përpara Zotit ata që zbatojnë ligjin, dhe këta do lumturohen atë ditë. Do të ringjallen, do të shfaqsohen njëri përgjithmonë nga mëkati, nga humbi i mëkatit, për jetë, sepse kanë bërë diçka, kanë marrë në konsiderat në zemrën e përulur. Masimi yt është një lamb për këmbë të mia dritë, për shtegu